Zhgënjimi nga çdo qeveri e këtyre 35 viteve ka bërë që fermerë të ndryshëm t'i bashkojnë kauzës së protestës në Tiranë për një ndryshim të përgjithshëm të klasës politike. Safet Ferruku nga fshati Grevi njësisë administrative me lanë në Bashkinë Tibër udhëton çdo ditë për t'u bashkuar protestës në Tiranë. Gjatë ditës ai merret me blegtori e frutikultur, ndërsa pas dite proteston në kryeqytet. Safeti shpreh se asnjëra nga qeveritë e tranzicionit nuk ka punuar sa duhet për bujqësinë, duke i lënë në mëshirë të fatit. Safeti është rikthyer nga emigracioni në vitin 2010, por fëmijët nuk mundi t'i mbante dot këtu. Merrem me blegtorinë e me frutikulturë. Fëmijët nuk janë këtu, fëmijët janë në punë në Itali. Me vetë një 2010. Mbas 2010 u rriçuni shkova çavaçuni, e në ndeta vetë. Kam 7 delim moll, 5 delim qershi. Të shtejimi me mollën api me marim. Mendoni se do të gjeni treg për mollën? Po, inshallah, Zoti na ndihmon, se me prit për ta mu qoshin një nesër sa bja. Një çekullat se ku ma për shteti. Kemi apliku, kemi dhënë në lek, e në kur gjës kemi marrë. Na kërkun tarifat, duhet një 20.000 lekë, duhet kjo, duhet ajo. Edhe në fund s'ku marrë asnjë lek. Shefet ta qa molla shkemi këtu ne, e në shteti. Safet Ferruku udhëton çdo ditë 150 kilometra vajtjeardhje nga shtëpia në protestë. Ai deklaron se është kundër dy partive të mëdha dhe drejtuesve të saj. Po, për ditë që kemi protest, derisa ta zëjmë atë kriminella gjë, nuk e ljojmë pa zru. Që kur ka fillu protesta, ne për ditë kemi qenë gjë. Çdo ditë. Vije shkoj për ditë, bëj rreth 150 kilometrë çdo ditë. Shpenzime jam, po ç'a të bëjmë? Që të mbajmë këtë kriminal në krejt vendit? Rama e pe dërheqen. S'kash në duhet as Berish, komunistën e Berisha, unë kam qenë i djathtë. Jam i prezekutum, s'm kanë dhënë as lek prezekutum, as një gjë hiç fare. Rama Hamburg, Berisha Hamburg. Ashtu si fermeri Safet Ferruku, ka dhe shumë fermerë të tjerë në Tibër që janë të zhgënjur prej vitesh me mungesën e mbështetjes së mirëfillt për bujqësinë në vendin tonë.